Këto janë letrat gjithë që i kom qu ke prokuroria e Tiranës, që i ka prokuroria Esmeralda Keshi. Kjo letër e ka bo prokuroria Afrim Shehu. E ka qu në komisariatin e policisë Lundër për ta hetu. E ka pas mentor Kullolli, ja ka qu Isa Ametaj. Isa Ametaj nuk ka hapdosjen e kon transferu direkt për firë, që mos bojte hetim të thelluar. Kjo është policia e shtetit me Met Romullakun, që mos hetojnë Arekli Koçollarin, që policia dhe prokuroria pa na qenë drejt vetë gjyqësisë. Ja ku janë gjithë shkresat e mia. I kom qu prokurores Esmeralda Keshi, i kom qu letër. Ja e ka morë me datë 3/3/2026 dhe kon kalu komplet afatet dhe nuk po marr asnjë lloj përgjigje. Më thonë ato atje prokurorisë se këtë çështje e ka oficere gjyqësore është Juliana Beqiraj. E kërkova, nuk më pranojnë mu taku fare as me oficerën e gjyqësore. Prandaj, gjithë të letra i ka të gjitha atje. Këtë letër e kom bo po ja ku i kom dërzu gjithë shkresat, janë me pyetje si më kam bo mentor Kullolli me gjitha. Kom bo edhe këta. Si kom qu gjithë letrat me fotokopje, janë 21 fotokopje si kom dërzu për këtë çështje si ka Esmeralda Keshi. Dhe mentor Kullolli nuk mi bojte letër për letër, me merte në arkim. Kom shku ke shefi i komisariatit atëherë ka qenë Altin Lila. I ka dhonë urdhën dhe me ka bo letrat 1 për 1. Por më ka bo një gjë dite për shtypje se nuk futi emrin e vetë po i boni aje, po më ka fut emrin e Drinush Kostas. I thosh se po ai atitja ke quti në fillim fare. I thosh ti mund bësh filma që dush, po këto letra unë i ruj. Edhe një ku i kam gjithu. Prandaj i bëj thirrje publike. Aren Çelës dhe Suela Sollovacit dhe prokurorës i ka çështjen time Esmeralda Keshit, që ta shikojnë me vëmendje se kjo prokurore po na çon drejt vetë gjyqësisë, prokuroria Esmeralda Keshi. Prandaj i thom Eren Çelës këtë çështje ta shofi dhe ta shikoj me vëmendjen më të madhe, se kjo prokurore po na çon drejt vetë gjyqësisë. Prandaj kërkojmë vetëm drejtësi, që të bëhet një hetim. I ka letrat gjitha në tavolinë, një ku i ke. Si i kom dërzu ke kjo në prokurori, i ka pas edhe Afrim Shehu, edhe një prokurore tjetër, Merita ja, një këto janë gjithë. Prandaj, kjo do e ka pas në fillim prokuroria e Lorieta Logani. Prandaj, këto janë
gjithë këto prokurorë që po na çojnë drejt vetë gjyqësisë. Prandaj kërkojmë vetëm drejtësi. I bëjmë thirrjet vetëm Arançelës, ti shikoj që mas shkojmë drejt vetë gjyqësisë, se kjo prokurore nuk më ka thirrë asnjë ditë. Gjithë sa o kriju prokuroria e Tiranës, kom qymë 2000 e deri më sot unë kom bo hetime. Kom bo kallëzim penal në prokurorinë e Tiranës, po më kanë thirrë gjithë me oficera gjyqësor, me prokuror, me drejt, me shitan gjithë. Kurse kjo prokurore nuk po na thirrë mbrëm kriminalet e tokëve në Petrel. Prandaj i bëj thirrje edhe policisë së shtetit. Po nodhin e i gjonë nuk mas më vike dera shtëpis asnjë për këta. Je ku e kini prokurorën pa e tho me emër dhe mbi emër dhe prokurorin e Tiranës Arançelën që ti shikoj me vëmendje këta. Prandaj kërkoj, kanë kalu gjitha fatet nga si kom qu letrën Esmeralda Keshit, e ka marrë me datë 3/3, sot do data me 27/4 o sot, 2026. Por i kom qu letër edhe avokatit të poplit, po pres përgjigje edhe nga avokatit poplit, se qërë përgjigje do më binë, se nuk ba mo. Kjo prokurori po na çon drejt vetë gjyqësisë. Prandaj kërkojmë vetëm drejtësi. Janë të gjithë letrat do t'i bashkanis aty. Prandaj i bëj thirrje edhe një herë, publike, Arançelës, Soela Sollovacit dhe prokurorës së çështjes Esmeralda Keshi, ta shikojnë me vëmendje dhe se kjo prokurore po na çon drejt vetë gjyqësisë. Nuk ka bo asnjë lloj hetimi, nuk më pranon as në zyrë mu taku me prokuroren, edhe oficerja gjyqësore Juliana Beqiraj nuk më pranon. Nuk e di është kjo gjyqtare, po ajo e protokollit më është kjo oficere gjyqësore. Por e kërkovëm i ra telefonit e dyshurnit, thonë nuk është u imi më hetim. Pa më thirë mu asë një herë. Prandaj unë e ke me shkrim atje, si kom quë në me prokuror atje, se këtë çështje nuk duhet si ta morin në prokurorinë e Tiranës, se kom kaq vite se prokuroria e Tiranës pa na çon drejt vetë gjyqësisë. E di mirë, Arançela i kom qu letra mjaft, por nuk po mbrojnë kriminalet e tokëve. Prandaj i bëj thirrje publike edhe gjykatës penale të shkallës së parë dhe të gjykatës administrative penale që t'i shikojnë mirë këtë prokurorinë e Tiranës, se po na çojnë drejt vetë gjyqësisë, se gjykata e shkallës së parë ja ka kthy të gjithë letrat prokurorisë e Tiranës se nuk bëjnë hetim. Duan që na fusin në sherr edhe me prokurorinë, edhe me gjyqtarët. Por do Zoti japin vendime se kjo prokurori po na çon drejt vetë gjyqësisë. Prandaj një ku i ka të gjithë letrat Esmeralda Keshi, mas kujtoj se do të griset në një letër, se këto do hapen një dite dhe do shifen
se çfarë është bo e pse kemi shku drejt vetë gjyqësisë. Se nuk ka për të falë njëri tokën Arekli Koçallarit që ja ka dhonë bajaktari i Petrelës, Ylli Kupi, Hysni Kërqiku dhe kryeplaku i fshatit Ilmi Haga dhe topografët e komunës e Petrelës dhe komisioni vendor i titujve të pronësisë. I janë gjithë emrat këtu në kallëzimin që kom bo në policinë e shtetit me mentor Kullollin, janë pyetje gjithë dhe thot, po bo në kallëzim të rrem, unë të shkoj për para drejtësisë, prandaj kërkoj vetëm drejtësi. I bëj thirrje gjithë ambasadëve që ndodhen në Tiranë dhe ambasadës amerikane në Tiranë që të shikojnë se prokuroria e Tiranës Arend Çela dhe Suela Sollovaçi dhe prokuroria e çështjes Esmeralda Keshi dhe oficerja gjyqësore që nuk më kanë prunë akoma është kjo oficere, por Juliana Beqiraj. Do të shikoj se kush edhe kjo oficere gjyqësore, se këto po mbrojnë kriminalat. Unë kom kërku me letra, i ka gjithë në dosje, se çështja ime të shkoj të hetohet në policinë e shtetit. Ke posta e policisë Lundër. Por këto dun me mbrojt Arekli Koçallarin, prandaj kërkoj vetëm drejtësi, jo vetë gjyqësi. Ju falenderoj shumë nga zemra, prandaj o popull shqiptar shifni se çfarë po bëhet me këtë prokurorinë e Tiranës, Arend Çelën, Suela Sollovaçin dhe prokurorën Esmeralda Keshi, që po mbrojnë kriminalet e tokëve në Petrel që i kam përmend me emra dhe mbi emra. Ju falenderoj shumë nga zemra.